Si pikë e rendit ditës është proces verbali mbledhjes kalune, me qenë se ju besoj shumica prej jush që keni marrë proces verbalin, nëse s'ka komente shtesë, kush është për? Atëherë konstatoj që edhe proces verbali mbledhjes kalune aprovohet. Pikë 3 e rendit ditës ka të bëjë me shqyrtimin të hyra 3 ora maksimale për OSSH, NOST dhe furnizuesin. Atëherë po ja kaloj fjalën zotit Pepaj. Pra ligjërisht, rregullatori është i obliguar të përcaktojë tarifa që reflektojnë koston e shërbimit, siç është e përcaktuar në linjën 15 të ligjit për rregullatorin e energjisë dhe në linjën 45 të këtij ligji, ndërsa për konsumatorët e cënueshëm, sipas ligjit përgjegjës është Ministria e Financave që në kuadër është Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, sipas linjës 50 të ligjit për rregullatorin e energjisë. Në raporte i kemi përcaktu ose i kemi elaboru në mënyrë të detajuara shkaktarët kryesor që kanë bëjnë me rritjen e kostos së shërbimit. Do të thonë këta i kemi 4 shkaktarë që kanë ndiku në rritjen e kostos së shërbimit, domethënë janë ndryshimet në kostot e blerjeve të energjisë elektrike nga furnizuesi me shërbim universal, ndryshimet në kostot e blerjes të energjisë nga operatori i sistemit të shpërndarjes, parashikimi i çmimeve të energjisë nga i porti për vitin 2025 dhe parashikimit për kostot e shërbimeve ndihmëse për operatorin e sistemit të transmetimit. Duhet ta theksojmë se në vlerësimet për vitin 2025 është parashikuar edhe import, duke ditë edhe duke pas parasysh që njësitë gjeneruese janë në planifikim të mirëmbajtjes. Këtu pi elaborojmë domethënë shkaktarët një nga një, për më mujt me pas qartë gjithë. Cënë për do me përsit? 4. Parashikimit e kosteve për shërbime ndihmëse në operatorin e sistemit të transmetimit. Siç është e prezantuar në slide këtu, çmimi që ka qenë i parashikuar mesatar i ponderuar për blerjet e energjisë elektrike për import të energjisë elektrike në vitin 2024 ka qenë 97.7 çmim i vlerësuar nga rregullatori dhe çmim i cili është paguar gjatë gjithë vitit nga konsumatorët e vendit. Ndërsa në fund të vitit çmimet dhe lohatet e çmimeve që kanë ndodhur në tregun e energjisë elektrike kanë rezultuar me çmimin 181.34 euro. Ky ndryshim është nevojë e përshtatjes në të hyrat e lejuara, siç do të shpjegohet nga kolegi im në vazhdim të prezantimit. Tuti që ka qenë një ndër shkaktarët që e ka rrit koston e shërbimit për vitin 2025, po ashtu edhe për operatorin e sistemit të shpërndarjes, energjia elektrike e cila është blerë për humbje në vlerësimet dhe parashikimet të zyrës rregullatorit për energji në vitin 2024 ka qenë prej 96.13 euro, ndërsa në fund ka rezultuar me çmim prej 145.75 euro. Këto janë elementet sa i përket të blerjes të energjisë më shumicë që kanë qenë shkaktar të rritjes së energjisë elektrike, shkaktarët kryesor të rritjes të hyrave për operatorët e sistemeve që rregullohen nga zyra rregullatorit për energji, ndërsa ky slajdi parashë vlerësimet e rregullatorit në raport me realizimet dhe parashikimet që janë për vitin 2025. Gjatë gjithë procesit kemi pranuar komente nga shoqëria civile, nga qytetarët në radhë parë i potencojmë qytetarët. Janë 396 komente që kemi pranuar nga qytetarë të ndryshëm. Ne kemi vendosur me iniciale për shkak të rujtjes së privatësisë së tyre. Kemi pranuar komente nga shoqëria civile dhe sindikata punëtorëve të Elektrokosovës, nga të licencuarit Kesko, Kost dhe Elektrosever, kam bizneset të ndryshme, Cosmo Pharmacy, ITB Group, Project Office, ITC Professional, IT e tjerë. Kemi pranuar edhe komente nga zyra e deputetit Armen Muja, Qeveria e Republikës së Kosovës, përgatësisht Ministria e Ekonomisë dhe Presidenca e Republikës së Kosovës. Me të pranuar komente dhe me të përfunduar konsultimi publik, zëreja ka zhvilluar takime bilaterale me gjitha palët e interesit, dhe këto takime janë bërë me odat ekonomike dhe me antarësinë e tyre, me shoqërinë civile, me zyrën e presidentes, Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, Avokatën e Popullit, Sindikatën e Punëtorëve të Elektrokosovës dhe në takimin që kemi posë bashkarisht me media.
ZRE-ja ka kërkuar të ketë edhe një takim me grupin iniciatives së qytetarëve asnjë cent më shumë, por nuk kemi marrë përgjigje pozitive për takim. Është potencu që ka qenë një gabim në email, e që nuk është pranuar prej Let Zduit Kosova, me të marrë këtë informim, ne kemi reaguar në portalin ku e kanë të vendosin ky grup, kemi dërgu ftesën për më taku, po nuk kemi marrë përgjigje për tyre, ne kemi shprehur vullnetin dhe dëshirën që me pas takime dhe me ta dhe me sqaruar gjitha elementet që kanë bajnë me këtë proces tarifor. Në të gjitha takimet që kemi mbajt, janë zhvillu diskutime konstruktive ku janë sqaruar shkaktarët kryesorë, siç i potencova edhe këtu, dhe mandati ligjor i ZRE-s sa i përket përcaktimit të çmimeve, si janë dhënë përgjigje dhe sqarimet e detajuara për secilin koment të pranuar, duke diskutuar ndarës me secilin palë të interesit. Raporti, së bashku me komente dhe përgjigjet përkatëse, është dorëzuar në bordi e ka për para vetes. Vlen të theksohet se të gjitha komentet janë shqyrtuar me kujdes maksimal nga stafi profesional. Qytetarët në përgjithësi kanë shprehur kundërshtimet në raport me këtë proces, duke theksuar në komentet e tyre se ndikimet negative janë në buxhetin familjar, standardin e jetesës dhe çmimet tjera për shkak të vështirësive ekonomike, inflacionin dhe të ardhurave që ata kanë. Ne kemi shprehur mirëkuptim për secilin koment që kemi pranuar edhe nga qytetarët e Republikës Kosovës, po edhe nga secila palë që ka qenë në interes dhe ka ofruar komente në këtë proces. Prandaj disa komente, një pjesë e madhe e komenteve janë jashtë mandatit të zyrës së rregullatorit për energji, për shkak që fokusi i rregullatorit dhe detyra e rregullatorit është të përcaktojë çmimet të bazuara në kostot e shërbimit dhe gjatë gjithë procesit stafi profesional, siç do ta vrejni edhe në prezantimin që do të bëhet pas meje, është mundu që përkundër aplikimeve dhe kërkesave të operatorëve për me pas të hyra më të mëdha, jemi mundu që me reduku kostot aty ku kemi pas mundësi dhe ku kemi gjetë arsyeshmëri që mos më bëhet një barë e pa arsyeshme të konsumatorët. Domthonë, komentet dhe raporti është voluminoz, është për më shumë se 100 faqe, dhe po i him secilit detaj domthonë mundem me met deri në rrëmje, kështu që me qenë se raporti bashkë me përgjigje do të bëhet publik dhe secila palë do të ketë mundësi të sheh komentet e veta dhe përgjigjet të rregullatorit, atëherë unë ja kisha kalu fjalën udhëheqësit të departamentit për çështje me lejen e kryesuesit nëse më lejon, udhëheqësit të departamentit të tarifave për të vazhduar prezantimin sa i përket ndryshimeve dhe propozimeve finale për tyrat e livrën maksimale për vitin 2025. Fillimisht domethënë janë marrë çmimet e 28 shkurtit vitit 2025. Mandej këto çmime i kemi reviduar edhe për blerjet e energjisë edhe për alokim të kapaciteteve, ku çmimet më herët për import kanë qenë të njohura 147 euro për 1 megavator, kurse pas revidimeve këto çmime propozohen me qenë 145 euro 76 cent, kurse çmimi mesatar i blerjeve të energjisë nga Keku dhe importet, çmimi mesatar nga 96 euro për megavator propozohen me qenë 95,40 euro, 95,40 cent për megavator. Pra, ky ndryshim i çmimeve prej kostave të propozuara në fillim që kanë qenë 36 milionë 600.000, bëhet në 86 milionë 39.000 euro. Ky është revidimi i parë, po ashtu një revidim është bërë edhe te obligimet që ose operatorit sistemit dhe operatorit tregut ka ndaj operatorit sistemit shpërndarjes, ku vlerësimi fillestar kanë qenë si kosto të ardhura 3.500.000, tani me propozimin final bëhen 3.200.000. Në tabel shohim edhe këto komponentet kryesore të kostave, që janë shpenzimet operative, janë kostot e lidhura me investime kapitale, zhvillësime dhe klimi,
është pjesa e humbjeve, që është pjesa e kryesore e humbjeve, që marrin pjesën më të madhe në tyrat e lejuara maksimale të ASSH-s. Pra, pas shqyrtimit të komenteve dhe raportit final, i propozojmë bordit që ta shqyrton këtë pikë dhe ta aprovon pas nëse ka pyetje vlerën e tyrat lejuara maksimale për operatorën e sistemit shpërndarjes prej 182.652.995 euro për vitin 2025. Faleminderit zoti Gashi, atëherë për hapur për diskutim të votin. Ndoshta është mirë me të kërcuar që kërkesa e OSSH-s, këtë rast kërkesa e KEC-it ka qenë diku rreth 14 milion euro, mirë po pas vlerësimit nga ana ZRS, kjo vlerë ose kjo kërkesë është zbrit nga 214 milion euro në 180 milion euro pas shqyrtimit nga ana stafit në raportin konsultativ dhe pas përgjigjen komentës si version final i propozuar nga ana stafit profesional të ZRS. Atëherë kush është për elektrike prej vitit 2021? Dhe ka dhënë shtetëtarëve se atëherë konstatoj që me 5 vota për elektrike prej vitit asnjë 2021. kundër aprovohet hyra e lejuara maksimale për auditet e